إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Vazhdit mirë, pasi përfundum ata se çka ka lexuar Muhamedi sallallahu alaihi wa sallam gjatë namazit, do të vazhdojmë me gjëra të tjera të cilat janë të lidhura me leximin në namaz, edhe po ashtu me rukun. Edhe si se ka bërë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam rukun. El-fathu ala al-imam do thot imamit ti hapësh, do thot kur ti përshtillohet imamit ose kur për shembull e harron ai ajet apo nuk i kujtohet tamam një ajet, si të veprojë robi në atë moment. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka lexuar një herë namaz dhe ju ka mbështjell, thot nuk ajeti nuk ju ka kujtu mirë apo diçka tjetër. Dhe kur mbaroi namazin i ka thënë Ubej ibn Ka'bit radhiyallahu ta'ala anhu, që ka qenë prej hafizave të sahabit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, prej atyre që kanë ditë këtë Kur'an përmend, ai ka thënë as-sallaita ma'ana, i ka thënë ai fal me ne, ka thënë po. Ka thënë fama mana'aka an taftah alay, ka thënë çka të pengoj ty të ma hapësh ajetin. Nganjëherë për shembull imami habitat nuk i kujtohet një ajet, ka nevojë ti përkujtohet një ajet, e kjo imamit i ndihmon, do thotë i ndihmon imamit robin nëse e bën këtë punë dhe ja përkujton imamit, për shembull, kjo mund të ndodhë edhe hafizit më të madh. Edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, Allahu përmes këtij veprimit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam na ka bërë, do thotë na ka bërë neve sunnet që imamit ti ndihmojmë, thot kur të harroj diçka apo ti mbështjellet një ajet, ti hapim ose ti ndihmojmë që ta vazhdoj atë ajet. Pastaj është al-isti'adhatu wat-taflu fi as-salati li daf'i al-waswasa. Të thuash a'udhu billahi minash shaitanir rajim dhe të shtysh në namaz, thot pështymje pa pështymje me bën kështu si me zap 3 herë në namaz, që të largohet vezvesja dhe të largohet gjërat që mund të vengoj shejtani gjatë robit gjatë namazit. Uthman ibn Abil As radiyallahu ta'ala anhu i ka thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: Ya Rasulullah, inna ash-shaytana qad hala bayni wa bayna salati wa qira'ati يلبسها علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل على يسارك 3. قال ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. فعثمان بن أبي العاص رضي الله عنه ka thënë: Ya Rasulullah, vërtet shejtani më pengon, është del mes meje dhe namazit tim dhe leximit të tij në namaz, dhe ma mbështjell, ja mbështjell, i bën vezvese njeriu shejtani. Ai ka fal 3, ai ka fal 4, ose leximin e Kuranit i pengon. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë: ai është një shejtan që quhet Khinzab, emri i atij shejtani që i pengon njerëzit në namaz, quhet Khinzab. Edhe kur ta vresh që ai po të pengon, thotë që në namaz do të s'po të kujtohen rekatet ose po të përshtillen, do thotë leximi i Kuranit, thonë fata'udh billahi min, thotë kërko srahim te Allahu prej tij, thotë thuaj a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Watful ala yasarika 3, edhe pështy thot në anën e majt 3 herë, kështu bëj 3 herë.
kështu, me basi me pshtym, po pa lëng, do të thonë, veç me bë kështu, 3 herë. 3 herë thot. Dhe thot Uthman ibn Abil As radiyallahu ta'ala anhu thot, fa fa'altu dhalika fa adhabahu Allahu anni. Thot, edhe kam bërë këtë punë thot, edhe Allahu thot ma largoi këtë. Ma largoi këtë gjë nga unë, thot, dhe nuk kisha më vezvese në namaz. Thot, kush ka vezvese në namaz, kujt i bëhet vezvese në namaz, dhe ta bëj këtë veprim, dhe me lejet Allahut do të largohet kjo gjë nga ai person, do të largohet kjo gjë nga ai person. Pastaj do të vazhdoj me rukun, se si e ka bërë rukun Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Thot thumma kana sallallahu alaihi wasallam idha faragha min al-qira'ati sakata sakatan thumma rafa'a yadayhi على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الافتتاح وكبر وركع. Thot edhe asaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot kur e mbaronte leximin e Kur'anit në qëndrim në qiyam. Pushonte pak, nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pushu në përfundim të çdo ajeti, nuk pas leximit nuk ka rënë në sejdë drejt. Edhe ajetet kur ka lexu, ka marrë frym një herë, pastaj ka vazhduar ajetin tjetër sallallahu alaihi wasallam. Dhe pastaj thot i ka ngrit duart, Allahu akbar. Ashtu si ka ardhur në tërgimet e mëshme, se nga njerë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka ngrit duart deri te shetullat, nga njerë i ka ngrit deri te veshët, një barabart me veshët sallallahu alaihi wasallam. Atë i ka bërë kështu, i ka ngrit durt Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj edhe ka bërë tekbir, ka thonë Allahu akbar. Tekbir është thuash Allahu akbar, atë lëvizë duart, dhe nga njerë i ka lëviz pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nga njerë nuk i ka lëviz në disa veprime të namazit. Edhe ka rënë në ruku Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe po ashtu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka urdhëruar ta bëj këtë punë atë i cili nuk është falur mirë. Ka qenë një prej sahabëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që nuk e ka falur mirë namazin, dhe pejgamberi është quhet hadithi i tij, hadith al-musi salatahu. Thot hadithi i atij i cili e ka falur namazin keq, dhe atë e ka këshillu pejgamberi sa prej gjërave që ka këshillu, ka thënë innaha la tatimu salatu ahadikum hatta yasbugha al-wudu kama amarahu Allah. Thot askush nuk i plotësohet namazi derisa ta plotësoj abdestin, ashtu siç ka urdhëruar Allahu subhanahu wa ta'ala. Thumma yukabbiru Allah, pastaj thot e bën tekbir Allahu, thot Allahu akbar, wa yahmaduhu, thot alhamdulillah, wa yumajjiduhu, edhe bën tamjid, thot është qëllimi me thon subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduk, thot duaja istiftahi, duaja fillimi namazit. Wa yaqra'u ma tayassara min al-Qur'an mimma 'allamahu Allah, thot wa adhina lahu fihi. Thot edhe pastaj thot lexon atë që Allahu subhanahu wa taala e ka mësuar, lexon nga Kurani atë që Allah ka mësuar dhe i ka lejuar ta lexoj. Thumma yukabbir, thot pastaj thot bën tekbir. Wa yarka, thot edhe bën ruku'. Thot edhe i vendos dy duart i vendos në gjunjët e tij, derisa të qetësohen të gjitha nyjet e trupit të tij dhe të pushoj. Derisa të qetësohen të gjitha nyjet e trupit të tij dhe të qetësohen. Në këtë mënyrë ka fal pejgamberi sa më ka bër rukun. Dhe në rukuja vllazit mirë, në fillim Muhamedi sallallahu alaihi wasallam çka ka bëthët, kana sallallahu alaihi wasallam fi awwal al-amri yutabbiqu bayna kaffayhi ثم يجعلهما بين ركبتيه ويخالف بين أصابعه. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në fillim, thot çka ka bë, i ka bë dy durt bashk grushta dhe i ka vendos në mes të gjunjve. Thot nuk i ka kap gjunj, por sallallahu alaihi wasallam çka ka bë, thot kur ka rënë në ruku, i ka vendos durt kështu në mes të gjunjve, sallallahu alaihi wasallam. Kështu ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe pastaj thot pastaj e ka ndalu këtë veprim. Pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka ndalu këtë veprim. Dhe çfarë ka bën, thot i ka vendos pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dy durt në gjujt e tij. I ka vendos durt në gjunj kështu, edhe i ka hap gishtat. I ka vendos durt në gjunj kur ka rënë në ruku dhe i ka hap gishtat sallallahu alaihi wasallam. Këtë veprim, këtë mënyrë ka bë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam rukun sallallahu alaihi wasallam në këtë mënyrë. Dhe
i ka kap thot gjënë thot i ka shtrënguar sikurse kur të kapësh diçka, kur të kapësh diçka, kap topin apo kap diçka në atë mënyrë i ka kap gjunjët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i ka hapur gishtat, i ka marrë gishtat mbyllur kur ka marrë gjujt në ruku, po i ka marrë gishtat të hapur sikur kur kapësh diçka dhe kështu e ka urdhëruar po ashtu atë që ka fal namazin gabimisht, atë që ka fal gabimisht thot ashtu i ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i ka thënë idha rak'ata fada' rahatayka ala rukbatayka ثم فرج بين أصابعك ثم امكث حتى يأخذ كل عضو مأخذه. Ai ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtë hadith, ka thënë kur të bish në ruku, vendose thot pjesën e brendshme të dorës, të shuplakën e dorës, thot vendose në dy gjujt e tu, Thot edhe hapi gishtrit dhe qëndro ashtu të derisa të qetësohet dhe çdo pjesë e trupit të marr pjesë vendin e tij. Dhe në këtë edhe i ka bërë gishtat do të poshtë, thot gjuri kë është, gishtat i ka vendosur më poshtë sallallahu alaihi wasallam, thot si kështu ta mund të shikopet. I ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe çfarë ka bërë po ashtu, i ka zgjënu krahët, kur ka dhënë në ruku, sallallahu alaihi wasallam. Dhe që ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka bërë kështu dhe i ka zgjënu krahët kur ka ra në ruku sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dhe në këtë mënyrë e ka bërë rukun pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka ra në ruku, e ka drejtu shpinën, saqë thuhet se po të ishte derdhur ujë mbi shpinën e tij do të çndronte ujë, s'kishte me lëviz. Është drejt e ka marrë shpinën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ruku, e ka marrë shumë drejt shpinën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ruku. Nuk bën shpinën me lëviz, me majt kryll apo diçka, nëse ke mundësi me majt shpinën drejt, duhet me majt drejt shpinën, siç e ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dhe nga se pejgamberi sa kështu e ka urdhëruar dhe atë që është falkesh ka thënë wamdud dhahrak, zgjeroje shpinën tënde, shpinën duhet ta zgjerosh në ruku, kështu ta bësh në atë mënyrë që të bëhet rukuja e plot, kështu në këtë mënyrë që rukun ta bësh të plot, kështu shpinën drejt, në këtë mënyrë të fare e drejt, në atë mënyrë që duhet më bë rukuja siç e ka bën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kokën as nuk e ka ulë shumë poshtë, as nuk e ka çu nalt, por e ka marrë në mes, e ka marrë në mes kokën, as nuk e ka çu krejt, as nuk e ka ngrit, e ka marrë në mes edhe kokën sallallahu alaihi wasallam, nuk e ka ulë poshtë, as nuk e ka çu nalt. Ka marrë një vi me shpinën e tij sallallahu alaihi wasallam. Pastaj duhet me ditë një vëllazit mirë është që në namaz është një kusht prej kushteve të namazit është që të qetësohet robi në namaz, të qetësohet robi në namaz dhe të ketë qetësi, mos bëhet rukuja e shpejt, si lëvizje rutine, po duhet bëhet rukuja e qetë, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është qetësu në namaz, e ka plotësu rukun dhe çdo lëvizje që ka bën në namaz. Dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka bërë ruku derisa është qetësu çdo pjesë e trupit ka rënë vendin e tij. Jo të ngutet në pat namazi me nguti, por të qetësohet në namaz. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë atimul ruku'a was-sujud, fa alladhi nafsi bi yadihi inni la arakum min ba'di dhahri idha ma rak'atum wa idha ma sajadtum. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë këtë hadith vërtet, ka thënë plotësoni rukun dhe sejdën. Nga se pasha ata që ka shpirtin tim në dorën e tij. Unë ju shoh juve nga mbrapa shpina ime. Dhe ju shoh juve kur të bëni ruku dhe kur të bëni sejdë. Kjo është një prej veçorive të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam Allahu ja ka mundsu që në namaz me pa ata që ka bëjnë mrapa ti, sallallahu alaihi wasallam. Kjo ka qenë prej veçorive të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Po sa që është namaz, ka pas mundësi t'i shoh ata të cilët falen mrapa ti, sallallahu alaihi wasallam. Dhe i ka pa dhe kështu i ka thënë të plotësoni rukun dhe sejdën, nga se unë ka thënë ju shoh juve nga
nga mbrapa. Dhe e ka pa pejgamberi sa një njeri që nuk e ka plotësuar rukun, thotë nuk është rahatu në rukun e tij. Dhe ka bërë thotë wa yankuru fi salatihi fi sujudihi wa huwa yusalli. Ka bërë sikurse naqr, domethënë është sikurse xheli apo pula kur çakota, në veç merr diçka nga toka shpejt. Në atë mënyrë shpejt e ka bë thotë e ka bë rukun edhe ose sejdën. Thotë sikurse tani për shembull në arabisht përdor ke një shprehje thotë prek diçka për shembull në telefon ose diçka me një prekje kështu të vogël. Thonë edhe i ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka thënë law mata hadha ala halihi hadha mata ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alajhi wasallam. Ka thënë po të vdiste ky tani në këtë gjendje, do të vdiste në millet tjetër pos millet të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, ummet tjetër në rrugë tjetër pos rrugës së Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Yankuru salatahu kama yankuru al-ghurab ad-dam, ka thënë. Po ka çat thotë si këtë namazin e tij në namazin e tij thotë ashtu siç bën thotë laraska apo siç bën korbi kur han gjak, thotë korbi ai është prej korbi ose laraska janë prej kafshëve që hajnë edhe ngordhësira coftina, edhe hajnë gjakun edhe ata kur të marrin më kështu shpejt ka çatin këtë minutë. Ashtu thotë bën në namaz. Thotë mathalu alladhi la yutimu ruku'ahu wa yanquru fi sujudi mathalu al-ja'i alladhi ya'kulu at-tamrata wa at-tamratayn la yughniyani anhu shay'an. Ka thënë shembulli i atij thotë që ka çat këtë mënyrë në namazin e tij, dhe nuk i plotson rukun dhe në sejdë bën kështu shpejt si me ka çat është sikurse dikush që është i uritur, si dikush që është i uritur thotë. I han thotë një hurme apo dy hurme thotë si bën çdo dobi. Thotë dikush është shumë i und, edhe mi hangër një hurme, dy hurme, veç ato mi hangër kur si bën dobi atë. Nuk e ngopin ato dy hurme që i han apo një hurme apo dy hurme që i han në një tjetër mënyrë nuk e plotson namazin ai person. Po ashtu Ebu Hurajra radhiyallahu anhu tregon se hadithat nahani Khalili sallallahu alaihi wasallam an anqura fi salati naqra ad-dik wa an altafita iltifat ath-tha'lab wa an uqiya ka iqa'i al-qird wa kana yaqul sallallahu alaihi wasallam aswa'u an-nasi sariqatan alladhi yasriqu salatahu. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wasallam thot çka ka thon? Ka thon Ebu Hurajra radhiyallahu anhu thot i dashuri im Muhamedi sallallahu alaihi wasallam më ka ndalu thot që në namaz të kaçati sikurse knusi, sikurse kënduesi, sikurse xheli që kaçat. Edhe mos të lëviz thot mos të sillen këtyrim anash majtas sikurse dhelpra shikon majtas djathtas tërkohën nga se është e vetëmendshme atë. Shikon mos shikon në këtë mënyrë. Thotë e mos u bash të namazin tënd me këshir majtas djathtas poshtë me jo. Këshir vetëm vendin e sejdës ose vendin e rukus. Edhe ka thonë mos mi çit dy durt poshtë sikurse majmuni. Majmuni çfarë bën thotë i çet dy durt poshtë kur trën, edhe kur të jenë sejdë do thotë mos i çet dy durt tu poshtë, mos i çet dy durt në poshtë, po le të preken durt nalt thotë këto nuk bën në atë mënyrë me vepru. Edhe ka thënë pejgamberi sa njëri më i keq thotë është ai që vjedh namazin ai që vjedh thotë për namazin e tij. Hajni më i keq është hajni që vjedh nga namazi i vet. Ka thonë ja Rasulullah, ka thonë çysh mundet me vjedh dikush për namazit të vet? Ka thonë nuk e plotson rukun, edhe nuk e plotson sujud, sejdën, po nuk e plotson rukun, edhe nuk e plotson sejdën, në këtë mënyrë është do të bën sikurse hajni që vjedh diçka, sikurse vjedh. Edhe thotë ka është falë një pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë edhe ka vrejt dikëm me shikimin e tij që një njeri nuk e plotson shpinën e tij në ruku dhe në sejdë, në rukun dhe sejdë. Dhe kur e ka mbaruar namazin ka thënë sallallahu alajhi wasallam, ka thënë o musliman, thotë nuk ka namaz, thotë innahu la salata liman la yuqimu sulbahu fi ar-ruku'i was-sujud. Nuk ka thotë namaz për atë që nuk e drejton shpinën e tij në ruku dhe në sejdë. Nuk ka namaz për atë i cili nuk e drejton
nuk e drejton shpinën e tij në ruku dhe në sejdë. Namazi nuk është i plot për ata që e bëjnë kjo. Kuptohet kjo për ata të cilët nuk kanë mundësi ta bëjnë këtë punë. Nëse dikush është i smut ose ka dhimbje të shpinës, arsyetohet, mirë po, nëse ke mundësi, duhet ta drejtosh shpinën në ruku dhe në sejdë. Dhe ka thënë pejgamberi sa në hadith tjetër, la tujzi salatu ar-rajuli hatta yuqima dhahrahu fi ar-ruku'i was-sujud. Nuk i plotësohet njeriu namazi derisa ta drejtoj shpinën e tij në ruku dhe në sejdë. Derisa ta drejtoj shpinën e tij në ruku dhe në sejdë. Këtë mënyrë thotë duhet të plotësohet namazi. Pastaj, vëllezër mirë, në hadithet paraprape kemi vërejtën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe atë që Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ka ndalu thotë që robi të përgjasoj kafshat, të përgjasoj hyjvanat. Të shumta janë hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ku ka ndalu përgjasimin me kafshat. Ka ndalu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam përgjasimin me kafshat. Prandaj muslimani nuk bën të bëj gjëra që e përgjasojnë atë me kafshat. Pse? Sepse ty Allah subhanahu wa taala ka krijuar formën më të mirë. Dhe nuk të ka krijuar kafsh, por të ka krijuar insan. Nuk ka krijuar hyjvan, por të ka krijuar insan. Të ka krijuar njeri. Njeriu ka formën më të mirë. Prandaj pejgamberi sa më shihni thotë ka ndalu thotë me kafshit thotë sikurse si me vepru sikurse për shembull korbi apo sikurse xheli ka ndalu për shembull me rënë sejdë sikurse mi që durt në tokë në sejdë sikurse çani ose majmuni. Ka ndalu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me rënë në ruku maspari me gjunjë, sikurse deveja, po ka thonë me ra me dur maspari, se deveja i qëtë maspari kompt, mas ne i qëtë durt në sejdë, thot me ra kur birë sejdë, maspari do të më qitë durt, pastaj kompt. Kjo është çka të përfitojmë për kësaj, përfitojmë ato që edhe në jetën tonë përditshme shpenzojmë bo veprimet që janë të ngjashme me kafshët. Po ashtu duhet mi rujt edhe fëmijët tonë mos me bë veprimet që janë që i përgjasojnë kafshët. Për shembull, disa marrin rroba që i veshin fëmijët e tyre me rroba që i përgjasojnë kafshëve. Rrob mu dok sikur mac, rrob mu dok sikur kali, rrob mu dok sikur filan hyjvani, jo. Ose me qitë diçka në kokë që mu duk sikur një kafsh e ndryshme, jo. Nuk mund me bë këtë veprim, as me fëmijët tonë, as na vetë bëjmë atë punë. Allahu di më së miri, wa sallallahu alaihi wa baraka ala nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allah ju shpërblet për ardhin që keni bë. Allah ju rujtë, shpërblet, sallallahu alaihi wa baraka ala nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.